Investimi në rrjetin e ri të ujësjellësit të qytetit duket se po vijon me ritme tepër të larta. Tashmë çdo gjë po kalon jo vetëm në rrugët kryesore, por edhe në ato dytësore, si dhe në degëzimet ku lidhen konsumatorët familjar dhe privat. Sikundur po ndiqni pamjet në ekran, puna tashmë është intensive, jo vetëm për shtrirjen e rrjetit të ri të ujësjellësit, por gjithashtu edhe për rikthimin në normalitet të rrugëve. Pamjet e filmuara nga televizioni 6+1 Vlora në lagjen 10 Korriku sjellin momente nga puna që po realizohet në këto momente për të shtruar pikërisht rrjetin e ri të ujësjellësit, por edhe për të rikthyer në normalitet ato rrugë dhe segmente pas shtrirjes së rrjetit, jo vetëm tashmë me linjat kryesore, por edhe ato dytësore. Paralelisht po vijohet puna në disa lagje të qytetit me qëllim që të rikthehet normaliteti sa më shpejt, ndërsa është një urdhër i kryetarit të Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha drejtuar kompanisë që po shtron rrjetin e ri të ujësjellësit që të riparojë dhe të asfaltojë sa më shpejt jetë mundur të gjitha rrugët ku përfundon ndërhyrja. Pasi të përfundojnë provat e rrjetit të ri të ujësjellësit, do të bëhet edhe shtrimi i segmenteve për ta rikthyer çdo gjë në normalitet, me qëllim që në sezonin turistik pjesa më e madhe e rrugëve, kryesisht kryesore, të jetë aksesueshme dhe të mos ketë problematika sa i përket infrastrukturës.